Shqiptarët e Kosovës preferojnë vetëm Bregdetin apo zgjedhin dhe hapësirat të tjera Shqipërisë, sepse ne kemi edhe turizmin malor, kemi edhe agroturizmin. Mbeten vetëm të Bregdeti apo kanë edhe qasje të tjera? 1% e madhe është kryesisht për Bregdet, mirë po kanë filluar edhe turizmin malor, do thotë pjesa e veriut, do thotë shumë me frekuentuar gjatë vikendeve. Mirë po të pjesa e turizmit malor, mendoj që do të ishte një bashkëpunim rajonal, ku mund të i kombinojnë paketat mes pakov turistike dhe pakos malore, do thotë mes Kosovës dhe Shqipërisë, ku do ta plotësonin njëra tjetrën sa i përket çështjes së turizmit. Pra, operatorët turistik i orientojnë shqiptarët e Kosovës jo vetëm drejt Bregdetit, po i orientojnë edhe drejt pushimeve alternative, do më thënë pushimeve në mal, pushimeve në agroturizm. Pra, ekziston kjo qasje, apo kanë mbetur vetëm të Bregdeti? Jo, një pjesë e madhe, si që thash, është të Bregdeti, mirë po edhe tek turizmi malor, do thotë kanë filluar, do thotë, sidomos te pjesa e thethit, organizojnë do thotë organizata të ndryshme dhe pjesë të tjera. Pra, mbeten përsëri tek pjesa e veriut, duket se shqiptarët e Kosovës e kanë pjesën e tyre më të preferuar për shkak të lidhjeve që ti tha. Edhe lidhja historike edhe për shkak të afërsisë. Si mendojnë që do të jetë këtë vit turizmi mes Shqipërisë dhe Kosovës? Do të ketë prurje të mëdha, do të jenë vetëm shqiptarët e Kosovës, apo mendojnë që do të kemi edhe turist shumë nga vendet fqinje? Si e parashikoni verën e 2026-s? Sa i përket çështjes së verës 2026, do thotë bazuar në të dhënat që kemi, do të ketë një ngritje në Bregdetin shqiptar edhe me turistët nga Kosova, mirë po me zgjerimin e linjave, që që ka aeroporti i Tiranës, do të ketë edhe njerëz nga vendet e tjera, siç ka pasur edhe në të kaluar, mirë po në këtë vit do të jetë fluksi edhe më i madh, pasi që kemi zgjerimin e linjave, do thotë nga Spanja në Tiranë, do thotë që zbarkojnë më shumë se 5 linja. Okej, Elvis Reçiça, të falenderoj shumë për këtë informacione cila drejt për drejt nga Kosova. Suksese në punën tënde. Faleminderit shumë.